Bashkia Vojdejes ka nisur zbatimin e projektit Sistemim Asfaltimi i Rrugëve të Brendshme Bushat, një investim i rëndësishëm që synon përmirësimin e infrastrukturës rrugore në këtë zonë. Kryebashkiaku i Vojdejes, Kristian Shkreli, tha se janë 16 rrugica, pjesë e rikualifikimit urban. Siç po e shikoni, kemi filluar rekonstruksionin e rrugicave të fshatit Bushat. Janë rreth 16 rrugica të cilat do shtrohen, do asfaltohen dhe do të ndriçohen. Ky investim ka 30 vjet që kërkohet nga banorët e Bushatit dhe këtë vit po bëhet realitet. Për banorët kjo ndërhyrje ka munguar në 3 dekada, kalimi ka qenë tepër i vështirë, sidomos për nxënësit e shkollës në ditë me shi. Përmirëson shumë cilësinë e jetës në këtë komunitet. Zona jonë është një zonë e cila besoj se Bushati e meriton këto lloj investimesh dhe Bashkia Vojdesit e falenderoj shumë si ka kthy vëmendjen kundër këtyre investimeve në këtë komunitet. Në mungesë të infrastrukturës, në ditët me fshi gjithçka vështirësohet, aq më shumë kur në këtë zonë lëvizin shumë fëmijë dhe prindër që i transportojnë këto fëmijë përballë në shkollë. Shumë i nevojshëm. Një punë e mrekullueshme. 30 vjet se e presim, ma në fund bashkia me kryetarin e realizoi këtë projekt. Shumë e vështirë. Pa makinë do të mund me kalu. Vllaç, katastrofë. 30 vjet se e presim. Faleminderoj kryetarin e bashkisë, Kristian Shkreli. Afati përfundimit e punimeve është 6 muaj, por sipas firmës së kontraktuar, punimet do të kryhen përpara afatit përcaktuar.